Të tregoj të gjitha gjërat që mora te Sephora në Rom. Gjeta çdo gjë që doja të merrja. Nisi me këtë remedin e YSL që është waterproof. Sa më shumë shtresa ti vendos çerpikëve, aq më të gjata më duken me këtë. Kishte kopa mi bër një rimel çerpikët të duken kaq mirë. Sot as nuk është se kam vendosur me aq kujdes. Ama ky është remeli im i ri preferuar. Dhe mos nëse keni çerpik të hollë si të mia, ky ja vlinte shumë. Me që jemi te YSL kam marrë këtë blushin. Për mendimin tim është shade më i bukur që kam. Është në numrin 44. Dhe është roza më perfekte, duket shumë bukur në lëkurë. Dhe pse është powder blush, nuk ta than lëkurën, duket prapë me shkëlqim. Mund të them që kësaj radhe kam marrë disa nga produktet më të mira. Të gjitha më kanë pëlqyer shumë. Të marrë dhe disa shades të tjera si ky blushi, thjesht sa për t'i pasur, por ama ky blushi ishte perfekt. Concealerin e Narsit, pot concealer, kam pasur me dy mendje gjithmonë ta marr apo jo. Kam marrë shumë concealer këtë kohë, por ama e mora se doja diçka pak më të plot poshtë syve se sa concealer që kam, thjesht për different looks. Ishte ngjyra perfekte për lëkurën time, prandaj e mora. Kam marrë numrin 2. Mendova se do ishte pak e thatë poshtë syve, ama ishte perfekte. Nuk kisha fare nevojë të vendosja shumë produkt. Mund të jetë një nga më të mirë që kam përdorur. Dhe cream bronzers, liquid bronzers kam marrë shumë të kohë. Ama më kishte ngel në mendje kjo, që nuk e kishte asnjë Sephora që kam shkuar këtë kohë, po kishte kjo në Rom. Është shumë e ftohtë si ngjyrë dhe duket pak më natyrale te kung. Këtë do e përdor kur dua të dukem pak më nxirr, por kjo për everyday më pëlqen shumë që është dhe me magnet. Dhe gjëja e fundit që mora, seti i parfumeve, që tani e kam harxuar pak. Këtë e marr me vete kur dal, dhe këtë e mbaj këtu. Kishte një aromë shumë të mirë dhe zgjaste shumë. Me parfumet jam shumë specifike, se mbasi kalojnë disa orë sikur ndryshon aroma, kurse kjo ngelte fiksi ç'është kur e vendos. Për momentin këto janë 3 parfume që po përdor. Të treja këto më pëlqejnë shumë, por sidomos kjo e reja. Këto janë të gjitha gjërat që kam marrë, të gjitha më kanë pëlqyer shumë. Të gjitha këto u futën direkt në rutinën time.